Miq Prizmus, sigurisht i gjithë sulmi që u bë edhe për koncertin e Kanye West përfundoi gjithmonë, si do të përfundojnë gjithë sulmet që nisen me keqdasësi, që nisen për të bërë keq, që paraqesin në bolshevizmin edhe në marrëzinë ultramajtiste dhe me këtë drejtën e mosdhënies atyre 6 milion, 4 milion sa ka dhënë. 6 milion fakt ka dhënë Sali Berisha për t'i hequr non gratën. Atë që s'kam rrit me i hek të vërtetat e tia, nuk do t'i heqi kurrë asnjëherë, por po them aq ka paguar. Dhe këtë 4 milionçin e paguar nga qeveria shqiptare ose nga Edi Rama për koncertin e madh Kanye West. Mund të ishin bërë spitale, të ishin bërë shkolla, të ishin bërë kështu thuhet për gjitha gjërat. S'duhet bërë kjo s'ka ilaçe, po vdesin njerëzit. Midis të drejtave edhe egzagerimeve. Kanë uri, s'kan shtëpia, s'kan punë, s'kan një sulm i jashtëzakonshëm, një mashtrimi të përbotshëm edhe një gënjeshtër të jashtëzakonshme, e cila sigurisht është e shoqëruar me keqdasjen. Me keqdasjen e njerëzve të cilët sigurisht pastaj kanë marrë përsipër që të bëjnë atë që konsiderohet forca e tretë politike, sigurisht ultramajtiste dhe gati fashistoide e këtij vendi, me një lëtyrë zhargoni qelbanik në shamin, fymi edhe në urim për vdekje dhe për elemente të tillë të cilët sigurisht shëmtojnë jo vetëm shoqërinë, por shëmtojnë në përgjithësi mendimin normal njerëzor. Janë ato marrëzira të jashtëzakonshme të organizimit, një pjesë e madhe nga urrejtja që ka krijuar Fondacioni Soros edhe Soros i vet, me në krye Birnin, atë agjensinë mediatike investigative të Sorosit, dhe sigurisht atij Gjergj Rebarës edhe njerëzve që punojnë ke Birni edhe ke testatet e ndryshme që gjenerojnë, ajo drejtoresha e famshme Kristina, si e ka Voko, nese, të cilët sigurisht prodhojnë mësane edhe lajmet e errta dhe të helmta, të gjithë handrakun që del, jo kundra Edi Ramës edhe kundra qeverisë tij, po kundra Shqipërisë në përgjithësi. Duhet ta nxjerrin në sytë e botës, në testatave të mëdha të botës, po njëkohësisht edhe në sytë e integrimit si vendin që nuk duhet integruar, si vendin që duhet luftuar në gjitha mënyrat dhe që sigurisht kanë tejkaluar edhe marrëzinë e sharjes ose fyerjes si bën edhe Sali Berisha. Këto janë njerëzit e pa punë që dalin, por që paguhen nga ky lloj tarikati, sepse njerëzit e punës, një kamarier që punon 12 orë në ditë, një njeri që del në punë dhe punon nuk ka mundësi që të dalin në protestë, pavarësisht se mund të ketë edhe mendimin që të dalin në protestë, por nuk del se le koha fizike dhe nuk e le as ndërgjegja e tij se do të dalin në punë. Nuk mund të lejmë punën për të dalë për të protestuar. Sigurisht këta janë të pa punë, janë demelhane dhe njerëz që paguhen për të dalë në protestë. Është krijuar tash edhe platforma e 200-300 vetave atje të cilët sigurisht janë të paguar dhe mirë paguar që dalin për të bërë ato xhirot e mëdha, për të rregulluar pankartat, për të folur, për të kërcënuar. Kështu vepruan edhe me koncertin e Kanye Westit. Sigurisht që do dështonin sepse 35.000 që vinë nga jashtë edhe 20.000 që ka Shqipëria për të qenë ke ky koncert, e shuajnë, e hedhin tokë të gjë, por mjafton zemra e keqe e tyre dhe mbusja e portaleve, ashtu siç mbushen me vlerësime të gjithë këto sajtet e përcaktuara diku. Ata Birnit për shembull mblidhen e thonë ky organizoni gjithë sulmin që të bëhet. Rama nuk e pranon sot e kësaj dite, po ka pasur sulmin e mikut të tij dhe miqësisë tij të madhe me Sorosin. Sigurisht ata janë mërzitur sepse sigurisht nuk kanë pritur që të jetë në këtë lloj mënyre
me Trumpin, dhe njëkohësisht Rama është gjendur midis dy zjarreve, edhe zjarrit që sigurisht Trumpi e di se çfarë është Rama, e di që është i Sorosit, edhe Soros i thot pse je i Trumpit. Vllai i tij, i famshëm Alex Soros, po edhe gjithë organizmat e tjera. Dhe normalisht sjellja e tij me të djathtën më mirë se me të majtën evropiane e bën të gjithë fondacionin dhe të bën gjithë llapaqenet dhe maskaretet e Sorosit të jenë kundër Shqipërisë, pa thënë që jemi kundër Ramës. Ka që poshtër është loja. Dhe të gjithë ta pastaj, që mediatikisht kulmin e kanë ke Birni, sepse ata janë, por sigurisht që ka jashtëzakonisht testata tjera, portale tjera të ngritur enkas. Po t'i shtosh pastaj edhe portale dhe testata që çohen nga lëvizja vetëvendose, nga Deo Namiali dhe nga Albin Kurti, kuptohet. Po themi organizimet e tyre në Kosovë, aty urrejtja është e pashmangshme, atje ka njerëz boll, gjysma e Kosovës urren Shqipërinë, se e para ka zili dhe e dyta e urren sepse Shqipëria ka resurset e mëdha të jashtëzakonshme. Jo vetëm njerëzore, po dhe natyrore. Gjë që e bën ato kosovarët e ish Jugosllavisë dhe ku diun, atij momentit vllazërim bashkimit Jugoslav, qëndrimit me tyre 100 vjet me serbët, do të marrësh zakonet më të keqet, më të këqija të tyre, më të poshtrat të tyre, që ta urrejnë Shqipërinë pikërisht për pasuritë që ka. E urrejnë pse vinë plazh, lejnë legët në plazh, e urrejnë se ka natyrën e jashtëzakonshme, e urrejnë se ka turizmin e jashtëzakonshëm, e urrejnë se ka modernitetin e jashtëzakonshëm, e urrejnë se zhvillohet, e urrejnë se është përpara me integrimin evropian, kurse ata s'kan për të integruar kur, sepse sigurisht janë si serbët. Edhe këtu në kam fjalën për Kosovën, po e kam fjalën për lëvizjen vetëvendose dhe një pjesë të kosovarëve që janë të tillë. Kështu duan të jetojnë, ju pëlqen të jetojnë kështu, me intrigën, sharjen, fyrjen, dhe mos dëshirën për të qenë njëherë në qetësi, njëherë normal. Kështu janë dhe këta tonët, kanë marrë zakonin e Berishës, që pikërisht atëherë kur gënjen më shumë, thot më të vërtetën, pikërisht atëherë kur bën më keq, thot bëra më mirë, pikërisht atëherë kur është në kulmin e qelpsinllëkut të tij, hanrakut që nxjerr nga goja dhe nga mendja e tij perverse, thot kam nxjerr gjërat më të bukura. Kur gënjen më tepër, thot më të vërtetën, kur mashtron më tepër, është në drejtën e tij dhe në më të bukurën thënie të tij, dhe kur është më i pamoralshëm dhe më amoral, si gjithmonë del me moralin më të madh. E kanë mësuar gjithë, e përdorin gjithë tani. E përdorin në rrjetet sociale, e përdorin fjalën e tyre. Dalin dhe këaj podiumi, gjithë farë mitomanësh, katonarësh, folklorikësh edhe idiotësh, shajnë Shqipërinë dhe shajnë ky në burg, ai do vdesi, këtë kockat, këtë ju urojmë vdekjen, do të futeni gjithë në burg. Një maskarat si puna atij Prognit, e ku diun disa të tjerë, duan të fusin në burg edhe një stadium komplet. Janë mësuar në mënyrë të tillë dhe nuk i gjen gjë, sepse sigurisht i lejojnë të thonë gjëra të tilla. Jo thjesht se do të diskreditohen edhe do nxjerrin në anën tjetër pjesën më të madhe të shqiptarëve. Po se ju leverdis që të egzagerohen njësoj si Berisha, sepse rrudhen njësoj si Berisha. Se shqiptarët i dëgjojnë, marrinat që flasin, idiotizmat që flasin, njerëzit që ftojnë, gjithfar komunistësh edhe gjithfar qelpsin hanraku që vjen edhe për Evropës, që nxjerrin pisleqe nga goja atyre, qelpsin leqe nga goja atyre, në moral edhe në gjitha drejtimet, në të pavërtetën e madhe dhe njëkohësisht në përdorimin e të vërtetës në mënyrën më brutale, sa gati bësh të thuash marrë, nëse nëse kjo është e vërtetë, nuk duhet ta besoj, kaq shumë e egzagerojnë në mënyrën e tyre kriminale të shpjeguarit të gjërave. E bëjnë këtë vendin më të shëmtuar të botës, e bëjnë këtë vendin më amoral të botës, e bëjnë shqiptarin njeriu më dele në botë. Çfarë nuk bëjnë këta me mendjen e tyre? Këta janë raca më e poshtër, më kriminale dhe më e qelbur moralisht që ka prodhuar ndonjëherë ky vend. Dhe sigurisht është Facebooku, janë rrjetet që i zbulojnë, i nxjerrin, sepse janë edhe ekzibicionistë, janë edhe mitoman. Tentuan që ta bëjnë edhe Kanye Westin, ta çojnë në mungesën e jashtëzakonshme të njerëzve ose të dështimit, sigurisht nuk do të arrinin, sepse majmunët thjesht planetin e majmunëve bën, nuk mund të bëjnë planetin e njerëzve.
Dhe ky është majmunati që kemi, po gjithmonë njerëzit kështu priren për ta dalluar shoqërinë. E kam thënë edhe në një klip tjetër. Kështu ka qenë gjithmonë shqiptari, në këtë lloj forme. Por tani bie më tepër në sy dhe është më tepër i qartë se kush janë kundërshtarët e tij moral, politik dhe si të them tash edhe filozofik. Dakord miqtë mi.